Deputeti i Partisë Demokratike Bujar Leskaj së bashku me koordinatorin për mbikëqyrjen e analizës dhe procesin zgjedhor pranë Partisë Demokratike të Vlorës, Aurel Bylukbashi, zhvilluan takime me strukturat e Partisë Demokratike në rajonet 1 dhe 5 të qytetit. Në qendër të diskutimeve ishte thirrja për pjesëmarrje masive në protestën e datës 22 dhjetor, analiza e zgjedhjeve të 11 majit, si dhe propozimet e bazës së Partisë Demokratike në Vlorë lidhur me kryetarin e Degës. Gjatë takimeve u theksuar rëndësia e angazhimit maksimal të strukturave për organizimin dhe suksesin e protestës së 22 dhjetorit, e cilësuar si një reagim qytetar kundër qeverisë. Një vëmendje veçantë u kushtua analizës së zgjedhjeve të 11 majit, ku u vlerësuan performancat dhe sfidat e asura gjatë fushatës, si dhe u diskutuan mundësitë për përmirësime në forcimin e strukturave të Partisë Demokratike në Vlorë. Pas këtij vlerësimi u përcaktuan hapat e nevojshëm për rritjen e angazhimit politik dhe adresimin e mangësive të konstatuara në procesin zgjedhor. Strukturat e Partisë Demokratike të Vlorës paraqitën propozimet konkrete dhe analizat detajuara, duke shprehur gatishmërinë për kontribut aktiv në mbështetje të plotë të strategjisë të Partisë Demokratike. Pa ashtu, demokratët riafirmuan angazhimin e tyre të fortë për të bërë pjesë e protestës së 22 dhjetorit. Në këto takime morën pjesë edhe kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara, sekretaria politike e Partisë Demokratike Nada Meçorapaj, ish kandidatët për deputet Alta Azizia Luci dhe Mario Runa, ish kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Agron Shara, antarët e kryesisë Barie Isufi, Laureta Husa, Erald Kreshpa, Ernest Pashaj, Rezembrik Seriani, si dhe kryetari i Forumit Rinor Çajup Shehaj.